Sa mbajnë tash këto? Këtë mbajnë 60 kg. 60 kg? Po. E ke mbushur plot? Plot, jash. Sa e bukur. Këtë mbajnë 60 kg. Ky është qumësht dele, e? Qumësht dele, jo lops, jo. S'kelo, po lop ke vetëm një që... Kam lop që mbaj e konsumoj për vetë. A, pra, dakor. Ky është vetëm I deles. Po pse zgjodhe delen? Sepse delja I përshtatet vendit këtu. Delja I përshtatet vendit. Tani kemi, këto janë 4 të mbushura plot. Po. Po kjo si e hapet kjo? Kjo hapet këtu. Kjo është e inoksit, e? Po, to janë inoks. Tani sa duhet të ruajtur, kjo? Apo? Ta shti vete direkt. Mu mollë vete direkt, të mbarë, gjo vete të erzeni, ta shti direkt. Bilena ke vonuar ti. Po hajde pra, të vonova unë. Ti më vonove aty lartë, të vonova unë. Da ta mbyllëm. A e kemi afër e kemi. Po, afër është. Ju se more afër është. Bravo. Bëj palestër unë është. Po, halal. Gjaliri jo. Gjaliri. Nes nuk nga zurja jo kotë bërë një palestër. Qarë bëje ti? Futbol. Futbol luaj, e? Futbol kam lozur. E ke pas qef të bëhesh e futboliste? Kam lozur futbol. Ke luajtur futbol? Po. Deri sa vjeç luajte? Akoma los kalqeto. Me kë luan? Me shok të emi. Po jeni gjithë qoben? Po jo qoban, ose do të thotë të jesh vetëm qoban. E mirë. Me të fshatit. Me të fshatit. Po bëheni skuadra e kotës? Bëhemi skuadra e kotës e lozëm. Shumë mirë. Po. Ku e gjeni kalqeto? Kalqeto e kam vetëm, time. Ja, për të shumë për kalqeto. Lokalin. Ke dhe kalqeto, ke dhe lokalin atje. Po të që nge oligarku kotës. Po këtë makinë sa të vjetër e ke këta? Ka 24 vjetë dorë time. 24 vjetë në dorë time. Dhe vazhdon të jep më asnjë problem. Jo, po ti shërbesh, e mban. Po si shërbeve, se mban. Me qa targe e ke? Ja shikoje. VL! Vlora, po Vlora. Vlora. Ja, kuma targën e vjetër, e? Po krenaria e Shqipërisë Vlora është. Krenaria e Shqipërisë Vlora është. Do im. Që ngen qikë, që ngen pak... Heq nga nëna. Jo, që ngen pak populist. Jo, heq nga nëna. Thua qëfar ke qef? Po, a thë nga nëna. Hajde. Me flamurin shqiptar. Po deshë. Në troje shqiptare. Të pëlqen historia? Po, si jo, po historia të vero mu. A histori s'kejgje. Po. Historia e shqiptarit nuk e ka si shtetë në botë. Sa? Ne kemi histori të vjetër. Jemi populli më i vjetër në Ballkan. Ne jemi. Populli më i vjetër në Ballkan ne jemi. Por, këta kërkojnë të na i marrin historinë. Po pse duan na e marrin? Po duan na i marrin se do ta tregojnë vetën ai më të vjetër se sa ne. I lexon lajmet? Si orë 3 herë. 3 herë në ditë, Po si orë atje i shikoj. Unë lajme, për lajme. Jeton, ë? Po çfarë? Duam lajme. Po kështu ndonjë problem ke patur ndonjëherë? Smundje? Jo, absolutisht. Absolutisht. S'kam pirë asnjë aspirin. Demso. Jo. Një qumësht deli në sabat, angrosh në darket. E ta pishë në sabat, qumështin e ftot. I ka të tëra. Dhe me thënë ti vazhdojnë e pi qumështin akoma? Po, një kile qumësht në mjes, po e ngron darket e lën frigorifer, edhe në mjes e pit ftot. Digjo, po këta që thonë janë laktoz free, e ke digjuar këtë laktoz free? Që kanë probleme me laktozën. Që janë bërë këta të rinë sot. Po përse janë atë, janë nga ushtimi. Nga ushqimet janë? Po nga ushtimi. Urdhro. E në ato. Për shumë, thonë kam fryrja nga qumshti. S'është qumshti bio. Ja, qumshta dallavere ato. Qumshti bio do kesh fryrën e ti. Hajde o djallë rrigi muaj me mua. Ha ushqimin me mua dhe ta shikosh. Kjo oror djallë. Qumshti deles është bio.
Është e bekuar Shqipëria për këtë punë? Po Shqipëria o djalë, haqë e bekuar është, dhe haqë e mirë është, sa ja ka zilin e gjithë bota. E gjithë bota ja ka zilin. Është krenari e madhe tje shqiptarën. Do ta kishte ndruar Vlorën me ndonjë qytet tjetër? Apo s'do kishte Unë se ndërroj Vlorën as me një qytet, por me të gjithë Shqipërinë e duajnë sot. Nëse të pëlqeu intervista, ndaje këtë video me miqtë e tu dhe mos haro, bëj subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini.